Gruaja nuk më lën edhe nga 1 muaj të afrohem. Si t'ja baj? Askur nuk më afrohet ajo e para. Pa unë gutë do të kisha thonë me këshyr njëherë mos ka nej problem shëndetësor. Nëse ka problem shëndetësor, me u mundu me evitu, me larguat problem, me mirë kuptim me zvete. Nëse s'largohet, atëherë ti e ki alternativën në që do të përmendi tash. Nëse s'ka probleme, thjesht që ashtu ajo po dënë, thot, s'ni une për këtë punë, që është duone, jo ti. Atëherë, edhe në këtë rast, ulesh i thu, a dënë me vazhdu gjërat cilat i kanë obligim bashak me zvete me i kry, apo une, ose po të shkruarzaj, ose rriti, s'ka problem, njerë në muj, po une pe bi tjetër në të shpia. Ki drejt mu martu me dytën. Nëse nuk të krynë obligime bashkërtja parë, ose maj, ose lësho. Nëse është e smut, hajde po mirë kuptojmë, nëse nuk është e smut, s'ka drejt. Me leket e mallkojnë dhe më mëngjes nëse e refuzon bashkërtin, pa arsye. Më vjen keq me thonë këta, por dush me kalu të opsioni B. Allahu Gjeleshanu t'i kaliu 4 gra. Unë e di se e mentalitetit e na lam që folin njerëzit, po mos i këshyr njerëzit. Këshyre vetën tane. Kërkuj mos i bën zullum, mos bën harame, mos shko si rrugaq në për kurvni, po banë të aman borë që shka hije, ullu, sëqaroj, detalizaj, sanet. S'ka arsye. Edhe të spjegoja planet e tua, le të vendosë masanej. Kërkush me zërë nuk mundët kërkan me enalë. Danë me najtë letrënës, danë me najtë, Allahu i një moftë. Mje keq ama, kjo nuk është sistem islam, që me botë termin buri me gru në vetë, kur me ju afru. I ki termini sa u vënu atje, s'ka mujtë me ardhë. Në punë, s'ka ma me orë termin, jo dhe por bashkërtja vetë është. Kështu që të kenë kujdes gratë në këtë pikë. Allahu na falte në përmirësoft.